teksa këta të fundit pra janë detyruar të krijojnë dhe në kordon qoftë në hyrjen kryesore apo dhe në hyrje të tjera ku mund të vizin deputetët. Me sa duket, protestuesit në këtë moment po presin një makinë të një deputeti që do të lëvizë. Shohim që nis goditja me vezë. Kjo makina e një prej deputetëve, nuk e di kolegu Vatnika na raporton se për kë bëhet fjalë. Shohim që edhe forcat e policisë të tërheqin mbrapsht të person për ta vendosur edhe një herë brenda automjetit të tij, nis goditja me vezë. Ka qenë një qytetar që s'kishte fakt lidhje me, ka qenë qytetar që s'kishte lidhje me situatën, në fakt me zyrtar parlamentit apo me parlamentin përgjithësi, ka qenë që po pretendonte të kalonte në rrugën kryesore, janë qelluar me vezë nga protestuesit dhe me bidona ujë, sigurisht në e sipër ai ka dalë nga makina duke hedhur shprehje ofenduese ndaj protestuesve, por ka qenë neutralizimi i forcave policore, të cilët e ka bërë ndërhyrjen e tij shpejt, pra duke u futur në makinë dhe duke e lëvizur për në krahun tjetër të rrugës. Ka qenë një situatë e cila ka ndodhur vetëm para pak minutash, ashtu siç e kemi transmetuar edhe në kamerë dhe në pamje të drejtë për drejta, ka qenë një ngatresë në fakt. Ka pretenduar se mund të ketë logo të kuvendit apo të parlamentit të Shqipërisë, dhe të tilla kushte janë gatruar, ndërkohë që sigurisht që është qetësuar situata për shkak se ka ndërhyrë direkt edhe forcat policore duke